Turqia e vendosur të qëndrojë jashtë unazës së zjarrit, kështu deklaroi presidenti Erdogan pas një mbledhje të kabinetit në Ankara, ku tha se Turqia po e menaxhonte me kujdes situatën, përmes asaj që ai e përshkroi si një qasje të matur dhe të kujdesshme të udhëhequr nga mençuria shtetërore. Ne jemi të vendosur ta mbajmë vendin tonë jashtë unazës së zjarrit, tha Erdogan, duke theksuar se Ankaraja nuk donte që lufta të përparante në një konfrontim më të gjerë midis shteteve të rajonit. Ai shtoi se Turqia ishte shfaqur si një nga vendet që e kishte vlerësuar sakt krizën në zhvillim e sipër dhe po vepronte me përgjegjësi në një mjedis gjeopolitik të paqëndrueshëm. Erdogan theksoi gjithashtu rëndësinë strategjike të ngushticës së Hormuzit, një pikë kyçe globale energjisë përmes së cilës ka lënë afërsisht 20% e tregtisë botërore të naftës. Ai paralajmëroi se ndërprerjet në transportin dëtar në ngushticë kishin shkaktuar tashmë turbulenca serioze në ekonominë globale. Erdogan i bëri thirrje për ndërprerjen e menjëhershme të asaj që ai e përshkroi si një luftë të palehtëshme përpara se të shkaktoheshin dëme të pakthyeshme në sistemin ekonomik global.